Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, do të lidhem tani me arkitekten, po ashtu edhe aktivisten Entela Koja. Zonja Koja, përshëndetje, mirë se vini drejt për së drejti në News 24. Mirë se vini. Ka dy arsye për të cilat unë në fakt ju kam ftuar për të diskutuar ditën e sotme në këtë hapësirë në News 24, është çështja dhe projekti TID, i cili tani më në lagjen Epidam, në lagjen historike të Durrësit, është fuqizuar nga kryeministri Rama pas rreth një viti protesta, një çështje kjo shumë e ndjekur nga ana juaj, dhe po ashtu në pjesën e dytë bisedës do të flasim për protestën e cila është një nga çështjet më të përfolura dhe çështja kryesore në vend, ku po ashtu ju jeni pjesë e saj. Flasim pak për projektin TID, një projekt që zoti Rama e ka shfuqizuar më në fund pas një viti protestash në lagjen Epidam për rindërtime në këtë lagje historike, mund ta quajmë kështu. Si e keni mirëpritur ju këtë vendim të zotit Rama? Unë do doja të saktësoja që në fakt BKM-ja numër 621 e datës 30/7/2029 shfrytëzon një PDYV e cila ka të bëjë, nuk është tamam projekti TID, por ka të bëjë me bazën e të dhënave, ose më mirë, një pjesë që afektohet në projektin TID. Projekti TID ka një kronologji të tillë, po përpiqem ta shpjegoj thjesht, kur ka rënë tërmeti 2019-s, është hartuar një PDYV dhe akti që shfuqizohet është pikërisht kjo PDYV, që ka të bëjë me planin detyruar vendor, quhen zakonisht, për rastin e emergjencave të tërmetit. Dhe në këtë PDYV kanë qenë në plan në një zonë e cila quhet zona 5, që nuk është lagja 5, në Durrës është një zonë e madhe e cila përfshin dhe zonën rrotull amfiteatri dhe një pjesë të projektit TID që afekton projektin TID. Në këtë zonë 54 shtëpi ishin vënë për prishje me justifikimin e dëmtimeve të tërmetit, një rast shumë i diskutueshëm për faktin e thjeshtë që objektet me gjitha të tërmet të rënd, që pati Durrësi, ato shtëpi pothuajse nuk kishin asnjë krag. Pra ishte shumë i diskutueshëm dhe që ne kemi një përgjigje për këtë, ajo ishte një justifikim i mirë për qeverinë që të pastronte lagjen e vjetër dhe të krijonte një shesh të hapur. Nuk u arrit në atë periudhë dhe kjo u vazhdua gjatë projektit TID. Projekti TID, ndërkohë, i aprovuar në 2024, ka vetëm një pjesë të këtyre banesave që afektohen nga ky vendim e planit detyruar vendor. Tashti fakti që ky shfuqizohet, bie dhe fakti që 54 shtëpi nuk prishen më rrotur amfiteatrit dhe domethënë që përfshin njëllën e amfiteatrit në pjesën e sipërme dhe në pjesën e poshtme, pra janë në një afërsi me amfiteatrin. Dhe kjo është një lajm i jashtëzakonisht i mirë, jo vetëm për këto shtëpi që tashmë nuk prishen, dhe që janë baza 20 nga plani TID. Por përpiqem ta shpjegoj thjesht, se është pak më teknike se kaq. Dhe kjo bie në baza e të dhënave apo baza e vendimeve, sepse projekti TID u mbështet pikërisht mbi këtë plan të detyruar, PDYV, dhe i mori të mirëqenia. Pra 20, pothuajse 20 nga ato shtëpia i mori të mirëqenia, dhe bashkë me disa të tjera bëri një listë për 74 shtëpi dhe obore të cilat merren troje, të cilat shfuqizohen me pretekstin shfuqizim për interes publik. Dhe lajmi i madh dhe shumë i mirë për në këtë histori është që një pjesë e projektit tashmë apo e prishjes së objekteve ka rënë. Duke rënë kjo do të sjellë efektin pasojë dhe në projektin TID Durrës. Por projekti TID Durrës akoma nuk ka një vendim shfuqizimi direkt, por që kjo pritet tashmë të ndodhë dhe nëse sigurisht që ne do të vazhdojmë presionin tonë që kjo tashmë dhe ligjërisht, sepse në fakt ne jemi në atë historinë që mbas po themi luftës së madhe që kemi bërë ne, jo vetëm ligjore, por edhe luftës që kemi bërë në ndjekin në të gjitha institucionet, Këshill Bashkiak, Parlament Shqiptar, i cili në interpelanca në Kuvendin e Shqipërisë, në takime në Komisionin e Kulturës e të tjera, si këto, përveç gjyqit që kemi hapur kundër projektit,
Këto të gjitha kanë bërë që projekti për momentin të pezulloj. Pezullimi pati pikërisht këtë favor të mirë, që me rastin e shfuqizimit të kësaj VKM-je, shtëpitë që duhet ishin prishur që me 26 shkurt, nuk u prishën. Tani, ky pezullimi, zonja Koja, ju jep juve pas sigurin që nesër mund të jetë ende, ose mund të jetë ende në fuqi në një ditë të bukur dhe mund të vjohet, të procedohet më tej, se keni ngritur disa pyetje sa i takon këtij shfuqizimi. Jo, nuk ka se si, sepse kjo bashkë me shfuqizimin e kësaj VKM-je ka ardhur dhe shfuqizimi një vendimi të kryetares së bashkisë, e cila ka, do me thënë që del nga Bashkia e Durrës, pra ky tashmë Tidi ka rënë në një pjesë të tij. Do me thënë ata edhe të duan nuk e quajnë më dot Tidin projektin Tid, por historia e kësaj është që ne luftuam, ne akoma kemi procese gjyqësore, seancën e radhës e kemi me datë 10 shtator, ku çdo muaj, pothuajse çdo muaj jemi thirrur pra kemi pas një seancë në gjykata administrative, por kjo ka një të mirë të madhe që edhe sikur shteti shqiptar apo administrata shqiptare, Bashkia, Kryeministria dhe të gjithë AZT-ja, Agjencia e Zhvillimit të Turizmit, këtë e tjerë, mos marrin mundimin apo mos kenë dëshirën të japin pikërisht këto hapa të pasuese, ne kemi dhe ligjërisht pra nëpërmjet gjykatës legjitimitetin dhe mundësinë tashmë që ta delegjitimojmë. Pra, shteti shqiptar duhet i përgjigjet tashmë hapave e pasojave që do të vinë si pasojë e kësaj. Dhe do doja të edhe një gjë interesante. Kjo nuk ka qenë qëllimi i këtij shfuqizimi, në fakt, nuk ka qenë në përshtypjen time, unë nuk jam brenda organeve shtetërore të di se çfarë kanë ata në plan, por vendimarrjeve shtetërore, por ama mund të them që kjo ka ardhur si pasojë e faktit që ky plan për rindërtimin ka zgjatur shumë dhe me sa thuhet në rrethet inxhinierike nuk ka më fonde për të vazhduar. Pra është detyruar ta shfuqizojë për hir të faktit ai dhe bashkia, ai flas për kryeministrin dhe gjithë po themi instanca shtetërore dhe bashkia e Durrësit janë detyruar ta shfuqizojnë për mungesë fondesh, pra jo për protestën tuaj për një vit, po për mungesë fondesh. Pra nuk është bërë, do me thënë protesta jonë ka pasur favorin e madh që ka shtyr afatin e bërjes së këtij e realizimit të Tidit, duke ngritur të gjitha problemet dhe të gjitha ndjekjet nëpër instanca dhe për fatin e mirë ka shpëtuar rreth 20 shtëpi të cilat do të ishin prishur që në datë 26 shkurt do ishte mbaruar prishja e këtyre. Çfarë do t'i shkaktonte qytetit një projekt i tillë? Po historia e kësaj e Tidit ne kemi thënë shumë edhe për ata që e njohin apo nuk e njohin projektin Tid. Flitet për shumë projekte zhvillimi të tmerrshme dhe njerëzit mendojnë që janë të gjitha raste, secili mendon që ai është rasti më i rëndësishëm. Unë them që rasti i Durrësit ishte rasti më i rënd për arsyeën e thjeshtë që aty flitej për jetë njerëzish dhe për njerëz të cilët do dilin nga shtëpitë. Pra ne nuk mund të flasim do të them përpara njeriu, nuk ka asgjë dhe pavarësisht se natyra është e lidhur, por rasti i Durrësit ishte rast flagrant ku njerëzit ndieren nga shtëpitë dhe ku projekti të cilin ne më patëm rastin duke qenë të afektuar ta shohim tashmë me vite, ka probleme të rënda në mënyrën se si është hartuar. Dhe këto probleme do të krijonin një tragjedi, edhe për faktin e thjeshtë që do me thënë e fundit ishte shpërblimi, por në fakt më shumë se sa shpërblimi në këtë ishte. Po, më ndiqni? Po, ju ndjekim edhe pse pak e vështirë, sepse ka shkëputje të internetit. Po, zonja Koja, po? Okej, presim nëse do të mund të jetë mundur rikomunikimi me arkitektën Koja. Edhe njëherë,
e kuptueshme në transmetim të drejtë për drejtë? Po, është e kuptueshme probleme të internetit, nuk e di, na dëgjoni tani? Të dëgjoj shumë mirë. Okej, jemi prapë në transmetim. Po. Po, për ta përfunduar. Ideja është që ne shpëtuam një tragjedi, por ndërkohë ne do vazhdojmë akoma, kemi akoma, si me thëmë, punë për të bërë derisa kjo të bëhet legalisht, sepse de facto është bërë, po jo de jure. Kjo është pak a shumë për të thënë. Dakord. Ne kemi një rast më të vizuar. Mirë, gjithsesi, une e përmenda në nisje të bisedës, protesta është po ashtu një çështje e juaja, që ju e keni ndjekur nga afër dhe e juaja e shqiptarve, po ju keni qenë çdo ditë në protest në kratë të qytetarve dhe po ashtu keni bërë publike kauzat tuaja, se pse protestohet dhe pse duhet të vijohet të protestohet. Jemi në protestën e 73 të ditës së sotme në Mosgaboj, më dëgjon zonja Koja, po? Okej, presim një moment sa të rregullohet komunikimi me të. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me arkitekten po ashtu aktivisten Entela Koja. Më ndiqni? Po, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Gjithsesi, nuk do t'ju mbaj shumë gjatë, sepse edhe interneti po çedon, po më lejoni t'ju pyes si po vijon protesta, si e keni parë ju nga afër këtë protestë, e cila sot kulmon me ditën e 73. Protesta tashmë ka arritur në atë fazën që po jep rezultate konkrete dhe rezultate konkrete që ne po shikojmë në protestën janë jo vetëm që është rritur ndërgjegjësimi edhe jashtë kufive të Shqipërisë, por dhe po bëhen veprime tashmë përtej atyre revoltës fillestare. Protesta ka ngritur një ndërgjegje për protestë dhe për kërkesa qytetare dhe tashmë përtej kufive të Tiranës. Pra ajo është tashmë shifet edhe në përreke, shifet edhe në për të gjitha zonat të cilat dikur nuk piftinte dikush. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, rritja e ndërgjegjes qytetare. Pa ajo çka ne po arrim, do përpiqemi të kemi me protestën, më ndiqni? Po ju ndjekim, po. Protesta ka arritur edhe në një pikë shumë interesante. Ne jemi gati për të dorëzuar po themi akuzën penale ndaj kryeministrit të Shqipërisë, tashmë të mbërthyer dhe me dokumenta dhe me zbërthime ligjore dhe me tezë me një nga faktet më të rëndësishme që do pikërisht në të gjitha projektet e zhvillimit, në të gjitha projektet e zhvillimit që ka bërë ky establishment i drejtuar nga kryeministri Edi Rama, shpërdorimin e detyrës. Pra kryesorja në këtë histori është shpërdorimi i detyrës. Kryeministri shqiptar me establishmentin dhe me të gjithë grupin e vetë pasuesve dhe të administratës së vetë, e cila tashmë është edhe pothuajse jo funksionale, ka bërë gafa të rënda në procedurat e aprovimit dhe kalimit të projekteve të zhvillimit, përfshi këto jo vetëm ato të përfshira në Albanian Files, por dhe të përfshira në projekte të tjera që dëshmohen me shumë detaje nga kush, nga dhe po themi gjurmime të fakteve nga gazetarët ndërkombëtar në një nga faqet e rëndësishme. Kemi probleme me komunikimin me zonjën Koja, po për ta përfunduar zonja Koja se po bëhet disi pa mundur komunikimi së bashku, kjo për pasojë të mungesës së internetit. Po, keni diçka të fundit për të thënë? Ja. Unë do doja të thoja që pikërisht kjo akuza ndaj kryeministit shqiptar është zhvillimi i fundit i protestës i cili do të jetë një nga qëllimet e protestës ditët e fundit. Hapat ligjor dhe organizimet janë të forta, diaspora
Po, mirë, falenderojmë zonjën Koja për komunikimin e drejt për drejt në News 24 dhe për gjitha detajet që përcolli në raport si me projektin TID, po ashtu edhe me protestën. Bëjmë një shkëputje publicitare tani.